Pas një hetimi disa javor, policia ka arritur të arrestojë autorin e tentativës së grabitjes në një argjendari në Shkodër. Ngjarja ndodhur në 29 gusht 2025 në lagjen Vasil Shanto. Në pranga ka përfunduar shtetasi Fation Bruçi, i njohur edhe me variantin alias Fation Bruçi, i cili konsiderohet person me rrezikshmëri të lartë shoqërore dhe me të kaluar të ngarkuar kriminale. Gjatë operacionit, forcat e policisë arrestuan dhe 2 bashkëpunëtorët e tij, Jonathan Deliu dhe Enri Elezi, të cilët u kapën në lagjen 5 Maj në Tiranë, ndërsa lëviznin me një automjet tip Audi. Hetimet tregojnë se të dy kishin ndihmuar autorin kryesor në fshehjen e gjurmëve pas ngjarjes, për çka akuzohet për veprën penale për krahje e autorit të krimit. Në momentin e arrestimit, policia gjeti dhe sekuestroi një sasi lëndë narkotike dhe ojë kanabis sativa, ndërsa kontrolli në banesën që Bruçi kishte marrë me qira në Tiranë zbuloi një armë zjarri, pistolet pa leje, 2 maska silikoni, municion luftarak, 3 pajisje të ngrirjes së drogës dhe $550 të falsifikuara. Po ashtu sekuestruan 2 automjete dhe një telefon celular. Dyshohet se janë përdorur për veprimtari kriminale. Sipas dosjes hetimore, me 29 gusht 2025, Bruçi, maskuar me skafandër dhe armatosur, tentoi të grabiste një argjendari në Shkodër, por ndërhyri në kohë pronari i dyqanit dhe policia duke shmangur grabitjen. Në përfundim të veprimeve procedurale, gjykata e Shkodrës caktoi masën e arrest me burg për Fation Bruçin, i cili do të përballet me akuzat për vjedhje me armë, mbetur në tentativë dhe armbajtje pa leje. Materialet janë referuar tashmë në prokurinë e Shkodrës, që kanë nisur hetime të thedhuara për zbardhjen e plotë ngjarjes dhe të rrjetit të bashkëpunëtorëve të mundshëm.